Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la rasuar lavdrojmë, I qojmë salavat e selam e pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, në ardhjen e sodit nuk do të flasim, pra është pak më ndryshe, për arsye se ai që do të vjen nuk do të jetë një person, po është një grup I njerëzve, po gjithashtu edhe këta që kanë ardhur nuk do të përcillet që e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam apo kanë kërkuar ndonjë sqarim, pra nuk përmendet në këtë hadith kjo, po ajo që ka përmendet është se pamja e tyre fliste më shumë se goja e tyre. Pra, ndërlidhet me dukjen edhe pamjen e tyre se sa me rrethanat se çka e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ngjarja është faktikisht në një kohë para namazit drekës ose në paradite, derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë I ulur së bashku me një grup të sahabëve, duke qëndruar në qetësi në Medinën e ndritshme, vrehet se nga larg se po vjen një grup I njerëzve, si hije që po vjen një grup I njerëzve. Edhe përcjellësi I hadithit është Xherir bin Abdullah, një nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, tregon se thot këta njerëz që vishin nuk ishin njerëz të zakonshëm, pra musafir të rëndon, po ishin disa burra në pamjet e tyre dukej një varfri ekstreme. Burrat, po I përshkruan që ishin burra të zbathur, njerëz të zbathur dhe të zhveshur dhe të mbështjellur me lkura të deleve, pra nuk kishin as rroba të mirëfillta, po ishin të mbështjellur ashtu, I kishin mbështjell trupat e tyre dhe ishin afruar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe u kuptuan se ishin prej një fisi që quhet fisi Mudar. Fisi Mudar, të nderuar vëllezër, është një fis shumë I madh. Në histori islame njihet, pra ka nën fise, mirë po ky grup I njerëz, pra edhe si fis njihen që kanë qenë shumë të azgana, njerëz do thotë fort, fuqishëm, njerëz të respektuar, megjithatë ky grup ishte ballavaçuar me një rrethon të skamjes ekstreme, pra banonin në shkretir, edhe ishin ballavaçuar me një rrethon të skamjes ekstreme, edhe kjo vrehej në trupat e tyre dhe në dukjen e tyre në përgjithësi. Prandaj vërtet I kishte gjunjëzuar pra varfria, edhe pse ishin njerëz të kaluar, njiheshin si njerëz që quheshin luajnë të shkretirës, por çështë është jeta. Pra gjithmonë nuk është njëjtë, nga një herë njëri ngritet, nga një herë edhe dobësohet. Pra ishte thatësire madhe si duket në qatë kohë, edhe janë dërmuar nga varfria me të cilën u ballafaqoheshin. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur I pa këta njerëz në këtë formë, e përshkruan transmetuesi, thot shumë u mërzit, saqë fytyra e tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u vrent, pra nga dhimbja dhe nga rahmeti për këtë gjendje këtyre njerëzve. Edhe kur I pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk qëndroi nga ajo gjendje që ishin ata, po çka bëri? U ngrit, po thot ky sahabi, u ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe shkoi në shtëpinë e tij. U fut në shtëpi, qëndroi një kohë, pastaj doli. Edhe kur doli, me një fjalë erdhi koha namazit të drekës, edhe I tha Bilalit radiallahu ta'ala anhu me thirr ezanin, u thirr ikameti edhe e fali namazin. Si duket, edhe pse në hadith nuk përshkruhet, po komentatorët tregojnë se arsyeja pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u fut në shtëpinë e tij ishte me gjetë diçka më I dhon këtyne, pra ndaj sadaka, diçka që kishte, por doli dur zbrazur, pra jo me diçka. Edhe kjo për arsye se nuk kishte ai vetë, edhe vetë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk kishte diçka në shtëpi. Për arsye se kemi përmend
ka qenë njeri modest, nuk mbante në shtëpi diçka me vlerë. Edhe nëse dikush i sillte apo kishte më njëherë e shpërndante edhe ndante. E kemi përmend shembullin në dersin e kalum, ajo gruaja që ja ka dhuru atë gjyben, pelerinën, që kishte nevojë për të, megjithatë e dha. Dhe kjo është do të thotë natyrë shumë normale, është kjo që në shtëpi me hi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe mos me gjetë çka me dhon. Për arsye se ka raste që kur është fut në shtëpi edhe i ka thonë grus, a ka çka me hangër, ka thonë jo, atëherë ka thonë jam agjerushum. Ka pas raste kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ashtu që si tregon Aisha radhiyallahu ta'ala anha, që në shtëpinë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam nuk është bazë jarë për me gatu diçka, për me bë diçka për ushqim 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj. Ka ndodhur 3 muaj radhas mos mu gatu diçka në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj kanë pyetur sahabët, e çka ka qenë ushqimi Muhamedit sallallahu alajhi wasallam? Ata njerëz që kanë dëgjuar tabiinët edhe sahabët, çka ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me çka ka hangër, pra 3 muaj ditë mos mu gatu diçka në shtëpinë e tij, ka thonë ushqimi i tij ka qenë uji edhe hurmet. Me atë e kanë bajt veten. Prandaj edhe kjo është arsyeja që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej mërzis kur i ka pa gjendjen ka nxitu në shtëpinë e tij që me gjetë diçka, po doli dur zbrazur, pa kur gjë, për shkak se nuk kishte diçka mi dhon. Edhe erdhi koha e namazit të drekës, e fali namazin e drekës, edhe masi që e fali namazin e drekës, po tregon ky sahabi, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hypin hutbe. Nuk ishte xhumo, pra nuk transmetohet se ka qenë xhumo. Edhe mirë po ka qenë traditë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur donte të komunikonte apo të fliste, zakonisht hypte në hutbe. Ne tash nuk e aplikojmë kët, po kjo ka qenë praktika e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që kur kishte me komuniku diçka, me bisedu, me transmetu, me përcjell diçka, edhe jashtë xhumos hypte në hutbe edhe tregonte çka kishte më përcjell xhamatin në përgjithësi. Qoftë para namazit, qoftë mas namazit në rrethana të ndryshme. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mas namazit hyp pranë hutbe edhe fillon me prediku, me i porosit të prezentit, xhamatin në përgjithësi. Edhe fillimisht ashtu që tregon ky sahabi, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lexon ajetin e parë të surës An-Nisa, që është ajeti ja ejuhen nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون. E vazhdon ajeti pra deri në fund. Që përkthimi i ajetit është ku Zoti i Madhërisht bëhet o ju njerëz keni frikë Allahun i cili ju krijoi nga një njeri, është fjala prej Ademit alayhis salam, dhe prej tij krijoi palën dhe prej këtyre dyve, prej Ademit alayhis salam edhe Havas, krijoi nxorri nga ta shumë meshkuj edhe femra. Pastaj si duket pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e lexoi këtë ajet ashtu që tregojnë komentuesit e këtij hadithi për m'u bë një ndërgjegjësim xhamatit, njerëzve në përgjithësi, që pavarësisht edhe nëse i shihni këta njerëz në këtë gjendje, këta do thotë sikur na, njerëz. Edhe ajo piknisja e humanizmit ndaj të gjithë të tjerëve. Pra, zakonisht na kemi qef mu distancu kur e shohim dikun që është keq asende, me dallu veten që na jemi pak ma ngritun. E ky ajet aludon që krejt njerëzit janë njëjtë. Pavarësisht ndoshta në pozitë, ndoshta në pasuni, në gjendje, dikur duhet mundet me ka, po njëjtë në fund të gjithë janë prej Ademit edhe prej Havës, sallallahu alejhima. Pastaj e ka lexuar edhe ajetin të surës Al-Hashr, që është ajeti 18, ku thot Allahu i Madhërisht ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Përkthimi, po thot Allahu i Madhërisht me këtë ajet, o ju besimtar, japni çdo njeri, domthon keni frikë Allahun dhe le të ketë parasysh se cili prej juve çfarë ka përgatitur për të nesërmen e tij. Me një fjalë, të ketë kujdes dhe ta ketë parasysh se çdo gjë që bën sot prej mirësive edhe dhënies sadakas, dije që atë e gjen nesër kur dish para Allahut Madhërisht, të nesërmen këtu është për qëllim për ditën e gjykimit. Edhe ky ajet aludon në atë nxitjen e njerëzve për me dhënë
dhe më ju ndihmu të tjerëve, për arsye se ajo është një shpërblim i madh pastaj te Zoti i Madhreshëm. Pastaj pas këtyre dy ajete, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i nxit besimtarët, muslimanët, sahabët në përgjithësi me dhon sadaka, edhe thot që vërtet ka shpërblim njeriu që jep sadaka, qoftë para, qoftë rroba, qoftë ushqim, edhe insiston në këtë vazhdimisht, do thot fol shumë, saqë thot edhe nëse nuk ka mundësi njeri me dhon, s'ka kur gjë, atëherë qoftë edhe një gjysmë hurme nëse jep dikujt, e ushqen dikon me një gjysmë hurme, ajo është shpërblimi i madh te Zoti i Madhreshëm. Për arsye se ka punu brenda mundësive të tij. Edhe pas kësaj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam zbret pe hutbes, edhe bjen një heshtje në xhamat. Pra kur kush nuk bën, tash po kuptohet që i kanë nxit me dhon, po kur kush s'pe merr atë iniciativën, derisa pa prit mas një sahabi ka qenë prej ensarve, nuk është përmend emri i tij. Edhe kjo është interesant se zakonisht sahabët kur ka qenë në një rrethon çortimi, nuk e kanë përmend emrin e sahabis. Mirë, po kur ka qenë një rrethon lavdrimi që ka bën një punë të mirë, e kanë përmend emrin e tij. Edhe kjo është normale, edhe kjo është do thot ajo ahlaku morali i njerëzve që nëse ka bë dikush diçka të keqe, mos m'ia përmend emrin që njerëzit m'ia marr për të keq. Po nëse ka bë diçka mirë, ja kanë përmend emrin që filani o kone ka bë këtë mirësi. Po sidoqoftë në këtë hadith nuk përmendet kush ka qenë, cili ka qenë ky. Po ajo që ka dihet është që ka qenë ensari, ka qenë prej banorëve të Medinës, jo prej muhaxhirëve. Edhe ky çka bën, çohet në kam, shkon në shtëpinë e tij, me një herë afër ishte, edhe po thot transmetuesi kthehet duke pas në grushtin e tij një qese të madhe, kuptohet me pare, tash ari edhe argjent atëherë konë, një qese të madhe, po thot ky sahabi, ai dora e tij nuk mujke me majt, edhe krahi i kishte ra, se kanë qenë shumë. Edhe thot e bjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk fol, edhe qet para tij edhe len. Edhe sahabët e shohin, edhe me njëherë nga ajo heshtje fillojnë krejt muqu, edhe me shku në shtëpijat e tyre edhe me pru diçka. Edhe krejt Medinja qohet në kam, mja ndihmu edhe me ju dhonë sadaka këtyre njerëzve. Edhe po thot sahabia që e transmeton këtë Xheriri, thot dikush ka pru ushqim, dikush ka pru tesha, dikush ka pru pare, domthonjë se cili çka ka pas në shtëpi, ka pru edhe ka qit para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe po thot Xheriri, thot i kum deri sa janë ba para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dy grumbuj, njëna me tesha edhe njëna me ushqim. Pra shumë kanë pru. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga ajo situat e mërzis që e ka pas në ftyrë, kthehet në shkëlqim, sa që Xheriri thot ka fillu me ndriçu ftyra pejgamberit sallallahu alajhi wasallam prej gëzimi sikur me qenë ari. A ke pa ari që e përshkruan ky sahabi, domthonë nga ajo situatë e mërzis pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka fillu me u gëzu edhe me shkëlqy ftyra e tij për shkak të kësaj gjendje edhe gjëja që e kanë bë sahabët në këtë rast. Prandaj vërtet gëzimi i sahabëve më i madh kanë qenë kur e kanë pa fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se me gëzu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë ai shpresa e tyre. Gjithmonë kanë synu me e gëzu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe janë gëzu shumë. E në ato momentet gëzimit edhe të sahabëve për shkak të gëzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe të vetë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për shkak të iniciativës edhe punës së për sahabëve në përgjithësi, e thot një hadith që vlen çdo herë. Hadith që vërtet edhe neve na bën dobi të jashtëzakonshme. E cili është hadithi? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e fillon Islam një të mirë, një vepër të mirë, ai e ka shpërblimin e asaj vepre që e ka bë, po gjithashtu edhe shpërblimin e krejt atyre njerëzve që vinë mas tina dhe e bojnë qatë mirë. Apo e shihni hadithin, pra kush e bën një të mirë, e nis një punë të mirë, edhe njerëzit e shohin, edhe
e pasojnë atë, e bojnë qatë mirë, që ky njeri që e ka nisë, e ka shpërblimin e punës që e ka ba, po gjithashtu edhe shpërblimin e këtë atyre njerëzve që e pasojnë atë në atë punë të mirë. Çka po kuptojnë nga kjo hadith? Që sahabia Ensaria, që faktikisht e ka nisë iniciativen, ky është fitimtari me plot kuptim të fjalës. Për arsye se ka qenë iniciatori, ka pru para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e jo vetëm diçka thjesht, po domon një pasuri jo të vogël, pra me ze ka bajt me dorë, krahu, po thot Xheriri, i ka shku anash duke pru atë dhe ka vendos para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pra shpërblim i jashtëzakonshëm. Po çka është e veçanta pastaj që ky sahabi, që ky ansari, krejt ato grumbullimi që o ba edhe prej ushqimit, edhe prej teshave, edhe prej pasurisë që e kam pru, të gjitha i llogaritet se vap sikur mi dhanë edhe ky. Sikur mi dhanë edhe ky. Apo e shihni çfarë arritje ka ba ky njeri që në një situatë caktuar nuk ka hezitu, nuk ka thonë valla, unë s'jam maj pas një pe këtyne, hajtë të këshyrim që po thot, maj pas në ka qenë për shembull Othmani konsiderohet pe ma të pasën me të sahabe, Abdurrahman ibn Aufi, e të tjerë që kanë qenë pe ma të pasënve, nuk ka thonë valla pi pres të këshyri një herë këta që po bojnë, se une, po jo, e ka njës iniciative me qatë mundësi që i ka, edhe ka arrit shpërblimin, pra, s'ka prit e ren, s'ka prit radhë, me thonë hajtë të këshyri tjerë, po e ka shërgju situatën edhe e ka arrit pra shpërblimin e punës vetë, po gjithashtu edhe ata të cilët e kam pasu pastaj në këtë vepër të mirë. Prandaj, mos prit që të tjerët mu ba herënjë, do mund të tjerët me marrë iniciativen, po kur e sheh një punë të mirë, nxito ti me ka një pare. Për arsye se këtu mund është me fitu shpërblim të shumë fisht, se ajo vepër, apo ajo punë, apo atë praktikë të sinë e banë. E kjo shumë e rëndësishme me pas parasysh, edhe këtu po jetë ajo kush e qelë, kush e hapë, kush e fillon pra një punë të mirë, e arrin shpërblimin e atësoj vepre edhe atyre të cilët e pasojnë atë. Mirë, po hadithi vazhdon prapë, edhe kjo është e rëndësishme ndoshta me hadithi është edhe shembull edhe për të keq, ka thonë edhe kush e nis një punë të keqe, pra vazhdon hadithi, nuk nalën këtu, po gjithashtu kur e nis një punë të keqe, pra është iniciator për një të keqe, e ka mëkatin e asaj pune të keqe, po dhe gjithë atyre njerëzve që e pasojnë atë në atë punë të keqe. Do e merr edhe gjinohen tjerëve, pse o bo sebeb për atë keqe. Prandaj është ashtu siç është nxitës ky hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, njëjtin kohë është edhe kërcënues që me pas kujdes njëri mos mi mësu të tjerët për të keq. Edhe mos me qenë iniciativë i punëve të këqija, për arsye se i merr në qafë edhe të tjerët, edhe i merr edhe mëkatin e të tjerëve. Prandaj vëllezër të nderuar, ky është pra hadithi të cilën e shënon Muslimi edhe koleksionues të tjerë të haditheve, që vërtet po na nxit që gjithmonë me u mundu në punë të hajrit me qenë në smitar, me qenë do thot iniciator të parë për me arrit shpërblimin, e gjithashtu mos me kanë prej atyre që hezitojnë edhe i presin tjerët të radhë, me thonë Allah tek këshyrin një herë që po bojnë tani une, po me njëherë, pra si spret në radhë, po e bëhet si mu bëhet si ky ansari që me nis iniciativen. Prandaj vërtet lusim Allahun e Madhërisëm që në këtë kohë të Ramazanit të jemi nga ata të cilët vërtet bëhemi iniciator edhe fillojmë iniciativa të hajrit në përgjithësi, e Allahu na i hap edhe na shpërblen për ato iniciativa dhe vepra të mira. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.